Me të ftuarit në studio jam me Romeo Kara. Mirë se erdhe, avokat. Faleminderit. Mirë se u gjeta. Nëjsi që të kam studio. Na bashkohet si gjithmonë Ervin Karanja. Mirë se erdhe, avokat. Faleminderit dhe ty. Do ta nis me avokatin Kara. Të premten u bë gati si shtet rrëthim te kompania e Vita, byroja kombëtare e hetimit. Sigurisht që ne kur flasim për çështje të cilat lidhen me barnat, me shëndetësinë, opinionin publik është i ndjeshëm. Çfarë dim për rastin konkret? Ka qenë pra një urdhër i SPAK-ut, Prokurorisë Antikorrupsion, që bëri pastaj që efektiv policisë, agentë të Byros Kombëtare të Hetimit, të ushtrojnë kontrollin e ambientet e kompanisë farmaceutike Vita dhe dyshohet për abuzime me tendera që lidhet edhe me biznesmenin Klodian Allajbeu. Thelbi është që po kërkohet, pra dyshohet, akoma nuk kemi vajtur tek komunikimin dhe një akuzë apo diçka tjetër, që kjo kompani zotërohet nga Klodian Allajbeu në mënyrë indirekte, ose është një kompani që qëndron përkrah skemave të tij, sidomos në fushën e koncesioneve të ndryshme. Ka pas të emra të tjerë, siç ka qenë Karathano, që është përmendur që është përkrah tij. Pra në të gjitha koncesionet të ndryshme, një 83 milion euro, tjetri 100 milion euro e tjerë. Bile para pak kohësh Allajbeu ka fituar një tjetër tender, pra janë me 10 tendera përveç koncesioneve, të 4 koncesionet që janë, ku në qendër përfitet që është emri Klodian Allajbeut, direkt apo indirekt. Besoj se byroja e hetimit, dhe këtu kemi ish prokurorin që mund ta konfirmoj, do të filloj të shohë zinxhirin e kompanive, ku a ka konflikt interesi në një person nga struktura shtetërore që mund të ketë interes me të kompani, për parolin e tyre nëse janë shell apo jo, pra janë guack për të mbuluar të saksionin dhe për të bërë një ndarje nga ai që financon tek ai që përfiton. A ka lidhje financuesi shtet në të rast qeveria me a bashkohet pozicioni qeveritarit në fund me atë të përfituesit, dhe kur kemi kompani të cilat të ndryshojnë emra, siç kemi edhe rastin e kësaj kompanie, që thuhet ka ndryshuar disa herë dhe persona, nga lokal thonë ka kaluar, për flas to që thot media, jo është bërë një kompani e cila ka fituar mjaft tendera në fushën e shëndetësisë, aq më tepër që edhe tenderi i fundit, kur dihet se edhe vetë ministria aktuale ka pas lidhje me Klodian Allajbeu. Pra është një emër mjaft i përfolur, të paktën në tregun e mjekësisë, koncesioneve dhe tenderave që kanë të bëjnë me mjekësinë, duke pasur parasysh që besoj se po shihet edhe për shërbimet pa kryera apo që janë paguar, 2 herë për të njëjtin shërbim, apo mbas edhe për koston, e cila nëse do të hyjmë pasaj koston për tregun, duhet themi që ish kryeministri Nano është akuzuar vetëm për raportin midis çmimit me shumicë dhe pakicë për ndihmat e levante kompanisë, që këto nuk po i shet njeri. Po në fakt, për mua duhet nisi gjithçka tek mënyra se si është vendosur fondi limit. Aty është pjesa më e sigurt që i jep të drejtë du ta nxjisi vetë organin e hetimit të shkoj pasaj ta hetoj. Se nuk bëhet fjalë për një ndryshim 10-20%, pra këto janë ato që kanë qenë raport me ish kryeministrin Nano, po bëhet fjalë edhe për disa fish. Edhe kjo në shumë tenderime me natyra të ndryshme, qoftë në furnizime, qoftë shërbime apo dhe ndërtime. Qartë. Ndërkohë, çfarë na thot rasti, dhe do të shtoja diçka tjetër përveç asaj që ndoshta ke arritur në një konkluzion. A mundet SPAK-u, byroja kombëtare e hetimit, që vërtet të hetojë sipas ligjit kompani kaq të fuqishme, se këtu nuk po flasim për kompani rishtazi, po me një historik, me eksponent të cilët janë frikshëm me influenca, të pasur, me para, dhe as qëndrueshëm në tregje. Tani, në rastin konkret konstatohet që janë kryer kontrolle me vendim gjykate. Sepse ka dhe raste tjera që janë raste abuzive, shkohet në kuadër të këqyrje të vendit, pra me bërë thjesht një këqyrje, por në rast, pra shkohet për këqyrje dhe abuzohet me këqyrje. Pra shkohet me këqyrje një send dhe kalohet masanej
në veprimet palishme. Në rast konkret konstatohet është marrë vendim kontrolli nga gjykata. Kontrollet bëhen gjithmonë me vendim gjykate. Ka një dyshim të arsyeshëm, pra se jemi në kuadrën e hetimit paraprak, se është kryer një vepër penale. Fakti që është shkuar në pikat kryesore ku këto kompani ushtrojnë aktivitetin e tyre tregon që spagu po punon. Pra, janë duke u kryer veprime procedurale që ndoshta më parë nuk mund të kryeshin. Po krye, siç e tha dhe parafolsi Romeo, ka kohë që këto kompani kanë hyrë në treg, duhet parë, domethënë sepse hetimi është i plotë dhe i gjithanshëm, kush person me pushtet i ka, sepse gjithë këto persona që kanë hyrë në treg kanë hyrë me akte të administratës shtetërore. Po të kemi parasysh, domethënë, nuk bëhet fjalë, këta kanë treg me kohë, kanë qenë para vitit 2013, po të kemi parasysh. Domethënë se s'mund të themi që është 2013, pra kanë kohë, duhet të verifikohen të gjitha lidhjet e tyre me zyrtar të lartë e para, dhe e dyta, duhet parë edhe tjetra, që është ofruar shërbimi sipas kushteve të kontratës, dhe shërbimi është me çmimet e tregut apo jo, sepse gjithmonë këtu abuzohet. Çmimet e tregut janë më poshtë, ti merr me shumicë me çmime të larta, dhe te kjo pjesë, te këto para ka pare për gjithë hajdutët. Sipas hetimeve, rezulton të ketë përfituar një tender në shkelje të procedurave. Unë nuk e di se për çfarë shifre bëhet fjalë dhe 1.6 miliard lekë është tenderi i fundit, që thuhet, nuk e di, mund të ketë një tender tjetër, po bëhet fjalë për disa, mund të hapen disa procedura për mua, dhe besoj se duhet kemi auditim të plot, edhe pse duket sigur po flasim të duhet kemi. Pa tjetër duhet kemi auditim plot të 100 miliona eurove, ku thelbi janë koncesionet e hemodializës, laboratorëve, sterilizimit e tjerë. Pra, ne i kemi përfolur dhe organi e timit nuk duhet presim më domethënë. Se dhe afatet parashkrimi bëjnë tyre, po sa më shumë reagohemi në kohë, ne godasim zbulueshmërinë e veprës penale. Prokurori e di shumë mirë që nga njerë edhe minutat luajnë rolin e tyre, pasi kemi të tërsimin e kompanive e tjere, po e që tha prokurori, u po them thelbin, e kam pasur në dorë dosin e nanës, e kam parë. S'kam qenë unë që jam marrë më të punë, po e kam pasur disa kohë në dorë. Pra, një nga gjetit ka qenë që çmimi i shitjes me shumicë të vendosur atje, ishte më i lartë se çmimi i shitjes me pakicë në Itali. E merr si standard atë, pra. Po jo si standard, kur ai është dënuar për të ka bërë vite tëra, e pavarësisht që ka qenë vullneti politik për të shkuar atje, po ju gjet ky pretekst. Ajo u hetua, por se nuk e di. Po çmimi i shitjes me shumicë ju gjet më i lartë se çmimi i pakicës në disa zëra. Dhe për këtë arsye, që aty kanë qenë të pa llogaritshme, quhen qindarka ato të asaj kohe. Kurse këtu kemi pavarësisht që është gruaja e diktatorit për $8.000 kafe që ato i kanë pirë tjerët për vizita. Tani këtu ne jemi dieni para syve tonë, por rrjeti i lidhur këtu shumë kompanive që janë dhe fantazëm, po që ka gjurmë, se shivet që i marrin urdhra tani hetimin të tregoj, po thuj nga njëti grup, kjo tregon që ka nevojë për hetim. Po kanë qese, u duk sikur ta ndërprem, po ndihmon bisedën besoj po. Në kuadër të bisedës që në diskutime kemi, do të thosha njëta gjë ka ndodhur te çështja e Durrës Kukës. Çmimet e pranuar nga ana e shtetit shqiptar kontratë kanë qenë 5 fish më të larta se çmimet e tregut. Duke filluar nga hekuri, duke filluar nga zërat e ndryshëm të punimeve 5 herë më shtrenjtë. Pra, siç i thonë një shprehje, djalli fshifet në detaje. Dhe kjo që thot Romeo duhet jetë, kur fillohet çështja duhet pa çmimet, skepse shkon dosja 16.000 faqe, 18.000 faqe kot. Duhet parë, shërbimi i ofruar, është sipas çmimeve të tregut apo jo? Çmimet e tregut mund t'i gjesh. Shikon Karanja të implikuar, fakti që kemi arritur në këtë fazë, si do ta lexojmë? Se sigurisht ju e shihni në kuadër të një ekspertize të profesionit, një qytetar ndoshta e shikon më ftohtë ose ndoshta më me emocion. Ndërkohë kemi përballë një kemi edhe check-upin, që se arrota provon. Pra tot 4 janë, pra. Hemodializë, laborator, sterilizim dhe check-up. Po ti thuaj që për këto janë bërë gjitha, se këtu tani është çështja e vitës. Ka nevojë të shifet i gjithë ky diskurs
i tenderimit, i lëvrimit parave në shëndetësi. Pra, avokat, që ta kuptojmë ne që ndoshta se kemi praktikuar si herë çështjen e juridikut apo të avokatit, edhe jemi gazetaria. Thuaj që nëse nis për evitën, do të shkoj dhe tek këto tjerat, këtë po më thua dhe do duhet që... Unë shoh, ku diskutojmë edhe me Ervinin, në këto raste, ti fut dorën dhe po e kape atë salqishin që të rejq vargun, nuk dihet ku mbaron më. Po unë mendoj që kemi... Po, kush janë tjerat që mendon? I nisë edhe më të pësikur në preva. Po, këto janë kryesor, pasaj ka pa fund tender atje që po këto kompani kanë marrë. Siç është ky tenderi që thamë në fillim, për furnizimin me materiale laboratorike që përdoren për kontrollin e gjakut dhe zbulimin të viruseve infektive. Pra, ky është tenderi fundi i ka fituar, nuk po them se dyshohet ky tender, por ata kanë nisur, dhe kanë vetëm për këtë, ata kanë nisur një kontroll besoj dhe të zinxhirit të kompanive. Nëse nuk e kanë nisur edhe duhet të bëjnë, se derisa themi ne këtu, është e sigurt që ata e më të bindur bile se ne që duhet bërë kjo. Po, Karanja. Tani, domethënë, nga çka kemi pa në media, bëhet fjalë edhe për mbetjet spitalore, po të kemi parasysh edhe për mbetjet spitalore po jeton, sepse duhet kemi parasysh mbetjet spitalore nuk janë mbetje siç janë mbetjet e popullsisë, mbetjet që janë plerat, më saktë që të jemi edhe të kuptueshëm për publikun, si janë plerat e qytetarëve. Mbetjet spitalore për shkak të lëndëve kimike, për shkak të izolimit tyre kërkojnë një trajtim të veçantë, sepse e ndosin mjedisin më shumë. Diskutohet që edhe djegja e tyre, pra djegja e këtyre, ose azesimi mbetjeve spitalore, dyshohet se janë marrë shumë para nga buxheti shtetit, dhe kjo do jetë pjesë e hetimit. Por kemi parasysh një diçka. Hetimet duhet jenë serioze, duhet kemi parasysh një diçka që e thash, dhe e kam thënë dhe më parë, dhe akuza për Madurën, që ndërhyri Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe arrestua, ka qenë 35 faqe. Tani, ne këtu shohim me çështje më të thjeshta, pra Maduro, kryetari i një shteti me 35 faqe. Këtu po shohim faqe pa fund nga 16.000 nga 17.000 dhe s'provohet asgjë. Gjërat duhet të jenë më të thjeshta. Pra është bërë kjo shkelje, është bërë kjo shkelje, është bërë kjo shkelje, me 2 faqe sqarohet kjo punë. Pra çmimet janë më të larta se çmimi i tregut, bëhet një akt dhe sa është vlera. Është fare e qartë kjo punë. Domethënë, të mos kapemi mas volumit. Ajo është e qartë. Pra është marrë një tender duke u shkel ligji, çmimi është më i lartë, sepse për çfarë merret një tender në kundërshtim me ligj që të fitohen para. Atëherë si janë fituar këto para ndiqet mekanizmi. Pra ne mendoj që këto çështje duhet thjeshtohen çik edhe te plani hetimit, domethënë të mos quhen si krime shumë të vështira, këto janë thjeshta. Ka i çik vino. Po. U ka dash, unë vetë për shembull jam konsultuar me ekspert jurist antar barit New Yorkut, pra dhomës avokatisë New Yorkut, po njëkohësisht specializuar dhe në banka që ka punuar për State Department për të bërë hartën e parave të mjaft kompanive që ishin lidhur me një person. Dhe ishin përfshirë Afrika, Gibraltari, Liechtensteini, Luksemburgu, Kutadion dhe Zvicra e tjerë. Pra, po një person. Dhe vetëm për të bërë hartën, nuk e di sa letra duheshin. Krimi financiar është shumë problematik, domethënë. Duhen olësirat për të bërë lidhjen deri në fund, që të mos bjerë fabule, pasi krau avokator që mund t'jetë më ndjeni, se ka besueshmërinë e klienti mund t'ja thotë, nuk ka vepruar kështu, është ai i cili do të kundërshtoj provën, po flas për gjyqjet ande. Dhe eksperti që ishte në atë moment, që mund ka këshilluar në mënyrë private, e ka parë në këtë kuptim, që të mos bjerë kur fabule e kësaj. Ke pjesa e krimit financiar, ku ka sidomos shumë kompani, se vetëm për treguar kush e zotëron kompaninë, në mënyrë de jure dhe de facto, për dalë pasaj ke de facto, je detyruar të mbushet ca letra. Pavarësisht që aty pasaj ka dhe shumë ujtë, se unë kam parë çështje që nuk ishte nevojë për më tepër se 2-3.000 faqe, e ka vajt mbi 60-70.000 faqe. Por çfarë arsye? Që s'ka vlerë. Nuk ka vlerë. Tani. Unë po thosha më fal, po thosha për tendrat për vjedhje që bëhen, për tendrat që rritet. Vetëm për tendrat jam dakord tek ty që për zbuluar pronarin e vërtet duhen shumë punë. Shiko Vino, por kjo është vjedhje sade, nëse bën 2 lekë në 3 kjo. Dokumentet standarde të tendrit mund të shkojnë për shembull 2.000 faqe. Vetëm për një
konkurues. Aty mund ke marrë pjesë 12, nga 2024. Tjetër punë që ti do shoh, po duke parë gjithë ata, mënyra si as kualifikuar dhe këto do shihen në këtë rast. Ajo shihen do Ti ka komentuar procedurën e prokurimit tot ai, ke skualifikuar tjerë me pa drejt, ke bërë specifikime teknike që i bëjnë këta vetë, që ne kuptojmë tjerë, pra nuk ka pasur garë. Ka qenë e paravendosur, gara ka qenë fiktive, dhe kështu edhe tek mënyra se si merren fondet limite, që aty manipulohen. Se dalin këto firma që thonë bën 10 lek, ku aty në dyqan e shet vetëm 1 lek me pakic. Po. E t'japin vërtetime ty dhe, po që aty do të mbajnë përgjegjësi ato. Pra lidhe me spekulimin. Jo më kohë pasaj kemi pasur trajtimin se po dal nga tema. Shumë njerëz janë shpensuar. Shumë njerëz janë shpensuar mbas lufte për lidhur me spekulimin e çmimeve. Ke vënë para ndërkohë që shteti varfëroi etj, kur nuk duhet spekullosh me çmimet, jo më pasaj që ti spekulon me çmimet për të devijuar fondet publike. Tani, do të kalojmë në një tjetër temë, ku duket se një tjetër tokë në zemër të Tiranës, këtë herë trualli i shtëpisë së fëmijës dhe godina e inspektoratit të punës, shëmben dhe do t'i lënë vend kullave, për cilat ne në fakt kemi folur, por këtë herë kemi një marrëveshje të korporatës së investimeve. Avokat, si të duket kjo nisëm është në krye të kësaj në fakt është Elira Kokona, një emër që është lakuar së fundmi. Po është i tokë 7.000 m2. Sa është? 7.000 m2. Po vim me atë që tha Vini, për të qenë më konkret. Në kjo se unë kam i tokë, mund të shkoj në bisedime me investusin, jam përnar i tokës, varet se ku jam, po ka nga 33, ka rasat e 50% të gjithë investimin që bëhet, unë e marrë si përnar toke. Tani, po t'i bëj unë e sapet këtu, me kaq sa kam unë këtu, do më thënë, dhe uroj që kontrolli shtetit t'i bëj këto e sape, dhe pasaj edhe spaku për të parë. Se kjo është për spak, thotë ju? Po mi për që do me e spaku tjetër? Mirë. Unë e di që ka punë, po me këto do të meret. Dekord, pyeta. Se unë kur ngre zërin them që ne nuk kemi marrë akoma me thelbin. S'do të merret me atë politik që vetë gjobi 100 euro në rrugë. Se shiko, nuk është dhënë shembulli, njerëzit ka shku spak, po s'kemi parë të dalin kështu me 0. Se këta kanë marrë, që t'jo marrë gjithë pasurin që kanë, se kanë ngrënë ata që kanë bërë gjë me parat halal. Ai më tepër që edhe nëse ke 5 parat të tuat dhe i përzien me 30 parat zeza, ato 5 të tuat janë elemente veprës penale dhe prokurori e di, dhe ato duhen konfiskuar, se i ke futur vetë atje. Kur ti bën një krim i makinë që ke ble me lekët e tua, ose ke shkuar atje, me telefonin tënd ata ta marrin. Po parat mundohen t'i ndajnë, ja. Kur e përzim parane pasër me zezë, nuk dahet më. Kur derën Adriatik, lumi mate, lumi buna, drinje, ishmi këta diun e vjosa, nuk ndahen më pasaj. Veti e futur atje, veti e zhytur atje. Pra kur zerohen dhe ti shoh këta, po jo dalin ta nga burgu me 2 vjet, edhe me nga 30 kompani, edhe bëjnë vila deri në Filadelfia. Edhe nga qeveria Berisha, po flas tu dhe ja di dhe me emër atij personit. Tani e para largon shtëpitë e fëmijës, edhe inspektoratin. Nëse këta janë, po e marrin sikur janë këta pronar tokë, është shteti. Këtyre ka pse mos ta marrin ta zhvillojnë këta. Për shembull, ti shërbej këtyre jetimëve dhe pika parë duhet jenë ata, jetimët 1, invalidët 2. Po integrojnë ato, se flasin për shumë kulla, integrojnë aty besoj. Edhe njerë, asë një integrim s'do ketë, do i largojnë nga qendra. Edhe neve na largojnë aksesin ton nga aty. Pra ata nuk ishte ishin qendër dikur, unë jam 56 vjetë në Tiranë. Dikur këtu ishe periferi Tiranë. Edhe atë e në periferi. Shto banesa për ta, atje, ku janë, me që është puna. E dyta, sa vlen kjo toka? Jemi përballë një afere? Mund t'jetë 28-30 edhe më tepër milion euro. Sa do t'jetë fitimi? Si pas logarive që kam bërë unë, me laps trash, shkon ke 100 milion euro pa paguar taksat e këto, një 70-80 milion euro i ketë fituara. Atje. Tani, ti këto 80 milion euro, ishtë dhe, pra i ke fitim,
Me gjithë Kosovë shkon 150 në base atje. Edhe duke taksat e përfshira. Këtë fitim që me këtë çmim që janë sot, ato të këtu ndërtosh ti, 2 ndërtesat, a është fitimi reciprok në të rast? Do bësh vetëm 2 ndërtesat diku më tutje. Por nëse ne kemi këtë mundësi që këtu të fitohen kaq milion euro, a zë ishte mirë që gjithë ky fitim të ishte në dispozicion të këtyre jetimëve? Se si që pushton një tokë dikush edhe bëhet pronar, po kështu. Pra gjithë shteti shkon ke korporata investimeve. Po mirë, a jemi dakord ne që shteti të drejtohet vetëm me natyrën korporative? Këtu është një debat shumë i madh, këtu do e bëja me këdo. Dhe do të thoja pasaj që nëse ne do të hymë 100% ke natyra korporative si që kemi hyrë, me kokë, s'po them edhe më keq, ne kemi vrarë faktorin humanizëm. Mbi gjitha njerëzimi ka një fill humanizmi që e lidh. Që këto momente, për këto 30 sa vite, babëzie, pasurimi parash me parat publike duke devijuar tek privati lidhur me politikën, është ndërprerë dhe ne këtë e ndjejmë. A mund të zhvillonim ne një politikë sociale se këta njerëz janë jetim, po mund të vdesi dhe vetëm ai person. E ka shteti, e ka shoqëria, barta mbahet person. Po kush i martoni, shtoni, bën këta? Këto para, mund shkoni për këta? Është realisht një temë që mua më dhëmë se e kam njohur situatën e tyre. Po cënohet pasuria publike, ndërkohë ka dhe një dramë sociale, po thonë. Po drama sociale, po si më e heq jetimin, ajo është simbolike. Pa shpirt, kush je ti, më nga ke zbrit ti, që heq të dhe bë këta, kush je ti? Kush ka votuar ty për mbret, për zot, për ku ta diun po inorin e madh? Kush ka thonë ty që ti mund ta bësh këtë? Ku e gjen të drejtë ti? I vjen lapsit edhe bëj firma, kush je ti? Atë kemi votuar ne, na ke thonë ti që mund të ta heq jetimorën dhe ne po votojmë po, pavarësisht që ke i tuf me qora dhe idiota atje dhe poshtë bashkë që mund të votojnë. Po ne të kemi votuar, do ta bënim diskutim publik. Pse ma heq zyrën ti mua? Ma ke thonë ti mua si popull që mund ta heq të zyrën që do fus privatin atje. Kush je ti? Unë dua atje shkoj në këmbë atje. Do më qosh ke rruga Gramos Pashko ku ta dion. Kush je ti? Unë se kuptojmë, unë se di vetë për frikacak, unë të bëj shumë gjëj si shko më në tyre. Po unë nuk e bëj do të më, unë kam i cip, kam i turpë, kam i seder. Të më thonë njëzit, kush je ti? Pse bën ti këta me ne? Unë bëj qëfar duam, basë me pasurin time. Sepse ka krijuar një korporat investime që është kudo dhe e mendon kështu se. Po ta marr ta fusi ku doj. Kush është ky që bën këtë me korporatën investime? Çfarë është korporata investimeve? Unë e di ku do përfundoj ajo korporata. Ku do përfundoj? Ajo do përfundoj më keq se burgu i Kadrias Biut, po kur do vijë ditë. Dhe vjen keq se në atë korporatë është një person që ka pas probleme me dikur me internimet. I kam njohur, është gjyna që nuk kanë vënë mend. Është pasuri publike, është Shqipëri, kjo është jeta këtyre. Është llogaria këtu, ti bie shkurt tani. Se kam bërë me lap strashte. Pra, jo, por ata fëmijë trualli unë thash ishte 28-30. Mund shkoj deri 70 milion. Trualli. Varet me çfarë lapsi. E bëra me laps të trash, po ta bësh me makinë llogarice. Dhe largohet jetimorja dhe inspektoriati. A do të kemi një investim të tillë sa trualli? A do të vlejnë këto 2 ndërtesa të kenë kapacitet edhe nesër kur të vlerësohen të jenë 50-70 milion euro? A do rritet cilësia e shërbimit tyre, të këtyre jetimëve përpara, po për ne, pa ta një të shkojnë ke inspektorati punës. Politika punës është kryesore në Shqipëri. Unë mendoj që kjo duhet të shikuar. Tu ka vend, realisht, të shkoj KLSH-ja, pastaj edhe SPAK-u. Pra, për të parë KLSH-ja, me të lapsin e vetë, sa eficiente është kjo lloj vendimarrje. E dyta, a ka transparencë? Kush fiton nga këto projekte? Nga këto projekte pasaj, nëse nuk është lënë që të kryet, për të parë ku do përfundonin paratë e tjerë, po ne bised para prake më përmendte 50 deri 70.000 apartamente bosh në Tiranë. Fitojnë ata që kanë para të cilat nuk se kanë problem për t'i qarkulluar,
po duan t'i lejnë si garanci investimi këtu. Dhe ne kemi boll të investuara, dhe më thënë. Të paktën i shkojnë në 15 miliard që janë blokuar atje. Pra pse po shkojnë të para këtu? Kjo është i pikë tjetër diskutimi. Po, Rëngjë. Unë mendoj që në rastin konkret duhet një transparencë plotë. Zhvillimi i pronës jam dakord. Një pronë duhet të zhvillohet, është një pronë shtetërore, të zhvillohet. Por transparenca e zhvillimit të kësaj prone duhet të jetë, jam dakord me Romeon, duhet të jetë në interes të fëmijëve jetim. Pra, shkuptojmë në interes të fëmijëve jetim, qofse është kjo sipërfaqe që është çfarë fitojnë fëmijët aty. Pra, të rritet sipërfaqja, pra duhet një transparencë, sepse na ka rezultuar që ndryshe është projekti që hidhet në letër, që e shohim domethënë, ndryshe del në terren. Jo, më fitimi ti shkoj atyre, edhe për punësim, për shkollim, për çdo gjë. Transparenca duhet të jetë qytet kompania që merr, sepse dhe një privat që merr këtë tokë, merr të fitoj vetë. Shumë bukur, jam dakord. Por çfarë fiton vet ai person që e ka tokën, që në rastin konkret janë fëmijët jetim. Duhet që të gjitha të ardhurat dhe çdo ambient që përfitohet të shkojnë në favor të fëmijëve jetim. Ne kemi pas raste për shembull që toka bujqësore është zgjeruar rreth via verë të Tiranës, ka qenë tokë bujqësore, është kthyer në tokë trua dhe janë zhvilluar zonat. Por ka arritur deri 50 fitimi. Pra, pronari që ka tokën merr 50% të ndërtimit. Pra, dhe fëmijët jetim nesër, pas nesër, të marrin të kenë, ose mund të krijohet një kompani të kenë një të ardhur, pse jo të kenë dyqane poshtë që të krijohet të ardhura për jetimet. Por këto gjëra duhet të jenë transparente dhe zbatimi i projektit duhet të jetë nga fillimi në fund të jetë, nëse janë këto kullat e vërteta që kanë, të jenë me vërtet këto kullat dhe gjysmët e kullave nesër të jenë në pronësi të Zyber. Ai do fitoj 70 milionë euro vlla nga toka, minimumi, dhe ato dy ndërtime zë i kalojnë 50 milionë euro. Ne kemi detyrime ndaj fëmijëve jetim në raport me vendet e tjera, investimet janë shumë pak. Po ideja është që ne po flasim parimisht, po ata kanë zhvendos, nuk na kanë dhënë asnjë lloj gjase që ata mund të jenë përfitues ose të paktën deri tani sa kanë lënë të kuptojnë. Ne zëri mediatik është i rëndësishëm se ne po do i zhvendosëm një projekt tjetër ata. Po shiko. Kurse këtu kemi zyra, një si banimi, ka gjëra tjera këtu. Po madama më herën atje. Çfarë them tash? Kështu kanë thënë. Po kështu. Se e prezantuan projektin. Ne me 3D, ne me këto projekte 3D, ne kemi kohë që jetojmë parajs. Po kështu. Po problemi është që nuk na lën pak sekonda janë ato që na duket vetja sikur vërtet jetojmë si atje në ekran, por realiteti nuk na le të gënjejmë veten gjatë dhe dyta ka ikur koha 3D-ve. Ajo që ngel është ky realitet. Që palishmëria është bërë normë edhe krenari. Unë jam që tu të shihet, nuk ka transparencë dhe nuk ka logjikë ekonomike. Logjika ekonomike e rrëzon poshtë të projekt. Shumë shkurt kam reklama unë dhe rikthehem pas pak. Jemi rikthyer, Karanja. Kjo çështja e këtyre tre kullave tek Inspektorati i Punës dhe tek Shtëpia e Fëmijës, që duket se është në dorë të korporatës së investimeve, është nesër mund të jetë precedens ose nesër mund të jetë që mund ta çojë pra drejtuesen e këtij institucioni në ndjekje ose në hetime? Aida, siç e thashë të them, unë jam pro zhvillimit të pronave shtetërore. Por prona shtetërore nga institucionet shtetërore duhet me pas sigur e ka pronën e vet. Sepse këta e shohin pronën e shtetit sikur si për me gabru. Kuptimi neve duhet kemi parasysh diçka. Është pronë e shtetit, po. Sa fiton shteti, po. Pse të mos jenë transparente? Mos jenë transparente, se procedurat e shpejta gjithmonë sjellin gabime. Po të keni parasysh edhe shkresat e vendimeve të ndryshme, që në datë njëri i protokoll tjetër, tjetri datë tjetër. Ne duhet kemi transparencë. Pse u bë kjo? E para fjala pse duhet dali, pse u bë, çfarë kishte. Shumë bukur që të zhvillohet prona. E dyta, çfarë fitojnë jetimet? Këtë ne duhet ta dimë, se janë njerëz në nevojë, janë njerëz cilët kanë nevojë për mbështetjen e shtetit dhe sa është fitimi i tyre konkret. Dhe transparenca do ishte mirë që jetimet fitojnë këtë sipërfaqe. Nëse shkolla Zyber Hallulli ishte e zem
Degraduar, po. Ishte degraduar me një sipërfaqe të caktuar, është dyfishuar sipërfaqe shkollës, ka dhe 5 dhe 20 parkime poshtë për stafin pedagogjik. Ndërkohë që edhe ata fëmijët që janë aty mund të integrohen. Pra kjo do ishte mirë që neve ta kemi, që do ishte, pra ne po bëjmë një diçka të mirë për fëmijët, se kjo është pronë e fëmijëve. Dhe ne kemi detyrim, ato janë pavarësisht domethënë për shkak rrethanave, janë jetim, nuk kanë njërin prind ose të dy. Dhe janë aty. Pra ne duhet marrim masa si shtet, duhet Ata janë aty, po s'do t'jenë më. Po s'do t'jenë, do spostohen, sepse ekziston risku tjetër, i çun aty për shkakun, mund t'i çojnë ti nxjerrin në Elbasan. Kupton, shty ti nxjerrin në Elbasan. Ndërkohë ato që janë në rrugë të Elbasanit në Tiranë, këtu duhet të rrinë aty ku ishin dhe të marrin sipërfaqen e pronës që meritojnë dhe me kushte moderne. Tani populli shqiptar është jetim në shumë kuptime. Ata janë jetim katror. Ata janë dhe me keq. Megjithatë, ne nuk shpresojmë se do preken emocionalisht, se i kanë vënë një gurë të madhe aty zemrë, se tjerë bindeve. Unë nuk i drejtohem mëshirës të administratës, po i drejtohem detyrës ligjore, po dhe të zotit që kanë organet e drejtësisë. Këtu bashkohen. Një nga atributet më të mëdha të perëndisë është drejtësia, i drejti. Dhe nuk është, s'ka qenë detyrë e vogël që ke bërë ku ke qenë atje, por atje në nënvetdijen tënde, se kemi folë gjatë bashkë, ka qenë një zë që ne i themi ndërgjegje kështu, po që të ka thonë, jo, për s'mu ta mbulosh ta. Duhet me shku deri tu etj. Pavarësisht që ne s'po them vendosin zemrën, po të zbatojnë ligjin, e të jenë transparent, të jenë... Jo, pa ata që merren me drejtësinë kanë integritetin e duhur dhe Vini është një nga ata që ka treguar integritetin e vet, siç e kanë radhët tona shoqërisë, ne që njohim për vitesh, ashtu e ka pasur në punë. Tani, duhet të prek një çështje tjetër që na çon pak në kosh dhe që besoj do të rikthej debate, është nëpërmjet pamjeve, pra që ndrojmë kështu, është jemi në gjykatën e Korçës, është deputeti i Partisë Socialiste, Bledi Çomo, që ka shkuar atje, si duket ka të bëjë me komisionin Xhafaj, pra deputeti inspekton gjykatën dhe filmohet nga stafi. Karanja, lejohet kjo para se ndalim të ekran? Tash duhet kemi parasysh reformën drejtësi, një nga detyrat ishte aksesin drejtësi i qytetarit. Pra, reforma drejtësi do t'i krijonte qytetarit akses. Dhe me akses kuptojmë dhe ambiente të caktuara të gjykatës që krijojnë qytetarit shkuarje në gjykatë. Dhe duhet kemi parasysh në një gjyq ke dhe viktima. Sot me sistemin gjyqësor, viktima dhe i panderë janë me një korridor, që duhet edhe trupat gjykuese, për shembull, po ti referojmë gjykatës së apelit Tiranë, janë të ish zjarrfikse e Tiranës, pra që kanë qenë në kohë diktaturës, kanë qenë zjarrfikse. Zona, po të kemi parasysh, lagja numër 1, lagja numër 2, kanë qenë zjarrfikse. Dhe do t'i inspektojnë, por kjo punë duhet ishte bërë shumë herë më para, jo mas 10 vjetësh mas reformës në drejtësi. Quhet ndërhyrje kjo? Nuk quhet ndërhyrje në kuadër, po quhet inspektim, por mund duket shumë i vonë. Dhe shumë mirë që shkohet, por duhet shkohet në gjithë gjykatat e Shqipërisë. Duhet shkohet te gjykata e apelit Tiranës, që janë jashtë kushteve teknike, që ndodhi dhe vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaje, po të keni parasysh, u harru kjo ngjarje. Duhet shkohet te prokuria e Tiranës, që të shihet se si rrin dosjet, se si janë arshivat. E dini se sot arshivat e gjykatave janë kushte skandaloze. Arshivat që të mbajnë letër, se ajo është letër dosja, çështja penale është letër, duhet të ketë kushte atmosferike nga lagështia se ku të mbajnë. Sot sistemi gjyqësor është në katrahur për sa i përket kushteve. Pra një nga qëllimet e reformës në siç e thash dhe ishte aksesi. Sot nuk kemi, domethënë sot kemi një infrastrukturë tërësisht të shkatruar, kemi një ndarje territoriale të shkatruar. Po ideja është tani se këtu shkruar një lloj përplasje, duhet apo s'duhet, lejohet apo s'lejohet, i ka lejuar institucionet e tjera ose jo ta bëjnë një gjë të tillë. Çfarë është komisioni Xhafa? Komisioni Xhafa u akuzua se ishte ai që po pengonte drejtësinë e re publikisht të paktën, se unë nuk kam targën të them që po këtë e bën. Çfarë akuza që janë bërë publike? Duhet kemi parasysh diçka. Ky person nuk shkoj për ndërhyr për një çështje konkrete që thot, këtë çështje jepja këtit ose jepja atit. Ky po shkon si në kuadër të komisionit për të shohur kushtet fizike të gjykatave. Që unë po ta them që janë kushtet mjerane. Po të them që paratë e reformës në drejtësi janë vjedhur. Po kjo nuk ka këtë objekt tani do me ka këtë objekt. Unë mendoj jo nuk e ka. Për çfarë shkon?
Ka shku kontrolli punëtor fshatar atje, i dikush. Kemi pas në kontrolli punëtor fshatar. Po i ka qenë sistemi i atyre dhe ata edhe më mënyrë fiktive ushtronin kontrollin dhe kërcisin dhëmbët. Ato 3 ditë që i bite kontrolli, ata kërcisin dhëmbët. Ne kemi thënë, po bëjmë shumë përpjekje për të ndarë pushtetet. Edhe nuk besoj se kapitulli 23-24 thot bëni shohë të tilla. A kemi kolegjone? Kemi. Administrimin e gjykatave do ta bëj kuvendi? Kuvendi është, ne themi ndarje të plot me thik. Por mua këtu në këtë rast ka bërë një, si mu të shkoj tani gjykata, i teket gjykatës, bire gjykata edhe ke hetimin nuk dorin do të sa duhet, ka momentin procedurial. Edhe për gjatë procedurës para prake, pa dhe më vonë që mund dali. Ase edhe timin e kemi ndarë. Bile prokurori imi munduar të ndajmë edhe pjesën e prokurorit me pjesën e hetuesit, apo jo vina? Unë kështu mendoj. Si mund të shkoj tani gjykata ke parlamenti? Kush ka thonë këtu që në emir publik parlamentar mënyrë si funksionojmë? Se mund të ishim mbretërore, mund të ishim si Vatikani që të gjitha dekretet edhe dalin nga papa dhe asë kush tjetër nuk merr guximin të ndryshojë kanonet e tjerë, apo ligjet si mund të jenë në një sër vëndesh islamike, ku ta di unë. Ne për mënyrën e ligjvënies jemi, po pastaj kërkojmë ndarje me thikë të pasër pushtetet. Pra kemi për herë të parë një frymëmarrje që kemi një prokurori shumë pak pavarur, por aq sa të na japi shpresë. Pra, kjo lexohet si çështje presionit do ta bëjnë. Presion total. Presion se Karxha me të drejtë denoncon diçka tjetër që po kemi kushtet vështira apo punosh. Këta nesër do shkojnë ke spaku. Aty u flet këtyre ke spaku. Do t'i lejojnë atje? Po, jo aty do t'i arrestojnë ata. Po shkuan atje flagrancë, pavarësisht që atje. Në flagrancë unë e them me bindje. Nëse do t'isha atje dhe do të hyni në këtë formë, kështu me kashillik, ne nuk i kemi dhënë këtyre mandat. 98% e shqiptarëve duan drejtësi. Ndërsa 43% e shqiptarëve kanë votuar për 2 partitë e mëdha. Tani kuptoni diferencën. Pra, kur u fol për arrestimin e Metës, është bërë një sondazh. 98% e shqiptarëve thanë po, kështu do vazhdoj spaku. Pra, s'është vetëm për atë. Ai simbolizon gjithë entourage politik ka Shqipëria sot, establishment. Kurse për këta që bëjnë shfaqjen e tillë, që kanë 36 vite një tranzicion kriminal të zgjatur, për të çdo lloj i tranzicioni është institucioneve. Ne kishim një tranzicion të pastër, jo del pushteti nga Enveri dhe Ramizi tek Saliu dhe Edi. Pushteti nga shteti dhe ekonomia dhe politika, nga tregu i centralizuar dhe diktatura, në tregun e lirë edhe në liri. Kjo që thua që duhet t'i arrestojnë nëse shkojnë atje. Po të isha atje, po. Nëse unë s'ka ftuar të në spak, për çam vjen mua. Për inspektim, është deputet. Kush je ti? Deputet i parlamentit. Kush je ti? Qofsh dosh, mos më kalo lanën bile fare. Shko aty ke zona jote dhe ke përcaktuar kushtetut si ke punën. Je deputet. Ka sa deputet ka dha ajo e korporatave ishte deputete ishte ajo. Dhe pranoi ti të vitë studiu pa ftuar se do ajo. Ç'shjore? Këta tentojnë mas impulsin, sa do heci. Kjo është një lloj të ngrej populizmin, por nuk ngrihet populizmi, siç nuk i ngrihet Berishës atëherë që ja tha Ramazall, as tyre nuk i ngrihet më. Karxha, kishe qasje tjetër ti për këtë? Jo, unë do thosha në kuadër të provave, jam dakord me Romeon, duhet shtohen dhe provat e KLG-s, sepse KLG-ja merret me administrimin e pushtetit gjyqësor. Po, pra KLG-ja duhet marrë... Është kjo ndarja e pushteteve, ndoshta që thot me drejtë. Këtu në rastin konkret kemi një komision të ngritur nga që monitoron. Pra fjala monitorimu nuk dua dhe nuk e pranoj që tjetë për çështje konkrete dhe për mënyrën e përfundimit çështjeve. Edhe pjesa administrimit, ata bëjnë kërkesa në kuvend ku bëhet miratimi financave. Ne na rezulton që është mashtruar për pallatin e drejtësisë për 30 vjet. Do bëj një pallat drejtësie, do bëj ulate uzina Enver, po të kemi parasysh të ishu uzina Enver, u shty, u spostu, e çuna pra këtu, me drejtësi nuk është bërë asnjë lloj investimi. Sidomos duke filluar nga qendra në drejtim të provincave. Ti do doje që kjo të ishte për çështje godine, po nuk por tani ndoshta... unë ky deputet jam kurioze çfarë veprimesh procedurale ka bë.
Pra ka filmuar ambientet se si arshiva, sepse këto do i vën... Këto pamit i ka bërë vetë publike këta. Ideja është e tillë, sepse ti shkon, konstaton një problematik për mënyrën e... Do të përgjigjem të bëjnë deputetët, apo e ka detyrë funksionale Komisionit Xhafaj. Këtë më thuaj ti mua, janë ndar pushtete si thot Karadhe që folëm gjatë. Unë mendoj që ata duhet shohin a bën reform apo jo. Dhe pse dështoj reforma, e pastaj merren me këtë punë. Tani biem dakord që kjo është shkelje, Karandxa. Po mua është shkelje plot e ndarjes pushtetit. Në rast se kanë shkuar për të parë kushtet, nuk është shkelje. Në rast se këta nuk kanë marrë as i dokument aty dhe kanë bërë xhiro, atëherë është shkelje. Pra ai ka shkuar me një dokument, ka marrë një informacion nga kryetari i gjykatës për mënyrën e mbarvajtjes. Pra thua që ja mundëson Komisioni Xhafaj vajtën atje. Po në kuadrin e ushtrimit funksionit fizik. Shkeljet administrative o Ervin Vllai shkon kolegjeja. Shkeljet që janë penale shkon prokuroria dhe SPAK-u, kështu ka. Ata shohin kushtet. Tas janë kukun, të ku janë ta? Janë i komision ngritur, sepse komision është ngritur me ligj, po të kemi parasysh. Ata verifikohen, por për mua janë shumë të vonuar. Dhe një nga pikat e reformës në drejtësi... Ka një komision etimi, a i shkon në komision etimi, jo, ky komisioni këtu, që e ka Romeo, ky bën gjitha. O ta arrojnë nuk bëhet, nuk shkon Shqipëria mbrapa se duan këtar. Tani, për mua thash, reforma drejtësi ka dështuar totalisht, po të kemi parasysh... Ate e mbajnë përgjësit, i shkoj gjykata atyre atje. Këtu jam dakord me ty këta njëtat persona që dështun, tani shkojnë ta dështojnë për dytë, t'i japim shans tjerë. Por e thanë me gojën plot, e tha veti madhit mdheve. Më mirë tha, djepi boshta se shejtani brenda. Kush është i madhit mdheve? Vetëm njëga. Rama i parë. Tani... Më mirë djepi boshta se shejtani brenda. Si mund të themi ne për drejtësinë? Tani ja ku i kemi drejtësinë. Djepi boshta. Reforma nuk u bë. Pra, afatet e të zgjatura të proceseve janë pa drejtësi. 200.000 dosje sot janë... Janë pa drejtësi, baroj. Iku jeta tjerë. Iku jeta, baroj. Drejtësia e duhur në kohën e duhur. Të çështën e reformës së drejtësie e rikthejmë edhe bëjmë një temë vete. Jo, se ka lidhje me këtë, sepse këto përshkohet për riparim. Ndërkohë, kush e çoi në këtë drejtë? Tu ne duhet ta analizojmë atë. Këta kur e bën reformën fillimi dije se çka kushte ishte, tani ka për çka shkoi t'ja bëj përgjigje vet. Tjetra, që të kalojmë besoj në temën tjetër. Dosja e Akshit vjen që të prodhoi debate, madje dhe akuza. Akuzat e fundit janë se Agasi u bor tak me kompaninë që do të ndërtojë kompleksin sportiv pranë Eco Park në Durrës, pak para se të fitonte tenderin 10 milion euro. Avokat Karame, ju të danis. Po, përflitet që pak para se të shpallë fituesi, pra kishte nisur procedura shpallës fituesit për të ngritur një akademi sportive ngjitur me Ekoparkun atje. Ergys Agasi ka bler 30% të aksioneve të kompanisë që do shpallë fitues, bile nuk ka pasur skualifikime, ka qenë vetëm një konkurrent. Ne dikur nuk pranonim të vazhdonim prokurime minimumi pa 2 konkurrent kualifikuar. Tani po i lejojnë, por fakti që i lejojnë duhet ketë më tepër kontroll. Nëse ligji lejon, se mund ketë raste për shembull që ekziston vetëm një kompani që ka atë koncesion monopol, të tjerët nuk kanë arritur dot. Por këtu është bërë një normë tani, vajtja në tek fituesi me një kompani dhe me 99.99.99.99 të fondit limit. Pra, këtu është ngritur një flamur i kuq, njëkohësisht ne duhet të kemi një pezullim automatik. Ti gjagji investitor, që këtë rast është gjagji Agasi, ku nuk paraqitesh para drejtësisë, ti s'mund paraqitesh për të marrë parat edhe tenderat, por nuk u paraqisin për dhënë sap. Kur të thret drejtësia. Atë moment duhet pezullohet çdo procedurë lidhur me të person. Dhe ne kemi te kriteret ligjore që këta persona s'mund të marrin pjesë tendera. Dhe ata që janë procedura penale ose edhe civile bile në lidhje me profesionin e tyre, biznesin. Bile ka qenë një debat i madh me Lockheed Martin dikur, kur ata kishin sigurimin e investimeve në aviacion. Dhe unë isha personi që duhet i ndiqja. Të gjitha kompanitë e sigurimit në Shqipëri, të gjitha ishin në gjyqje, për shembull dikush për një shtëpi djegur, për një makinë për plasë të tjera. Sipas ligjit s'do të merren pjesë.
Kjo se ne i kualifikonim, pëllëshën agjendë shkelje. Kërkova interpretim dhe në gjykatë, askush nuk e dha. Atere, vendosëm të shojmë nëse këto procedura që janë, e krijojnë efekte që dëmtojnë shëndetin financiar kompanisë për që në afë për të marrë atë sigurim. Dhe ndryshe ne në stopoj marrëveshje me Lockheed Martin për investimet në trafikun aeror. Dhe kam pas përplasje, vetëm pasi ka dalë ky interpretim, atë kemi marrë pjesë. Si lejojnë ta me... Po çfarë është Ergjys Agasi me këto? Çfarë na tregon? Tani ky person që është në ndjekje për A9 12 procedura të tjera. Grupi strukturuar kriminal. Në lidhje me akshin, pra për manipulim tendrash është. Derisa kemi dhe ato fakte dhe apo prova, po fakte janë ato që ka thënë nga 2 milion ta bëjmë 4 milion e tjera. Ti personi jepet prapi tender. Tani ka fund mërzie ato. Në mënyrë automatike, sistemi duhet lemrojë, duhet ta ndërtojmë, nëse nuk e kemi. Ky person paraqitet i herë, se për të shku për të marrë tendera, shkon kompania. E ka atë jashtë apo diku të fshehur tu dhe ikin se i kemi det ligjore. Ku ke det ligjore? Ai ti mendon Ergjys Agasi është jashtë apo në Shqipëri? Se ndahet këtu. Po ku më E kuptova. Unë do t'ja di unë se ku është ai. Unë do di, unë kam me rafën ku është ligji. Po të ketë ligj, atë e gjenë në vrim të miut. Po pra, po Po të ketë ligj, e po të ketë shqiptar se dhe vërtet. shumë e rëndë, për shembull, nëse është këtu edhe mbrohet, siç pretendohet, për shembull, nëse Po nëse është këtu dhe mbrojt, se ndodh si me rastin e Verës, për duhet shembull. kapur në flagrancë ai dhe mbrojtësit e tij, dhe ne duhet kemi forma tjera. Ne po e shohim që krimi po na bën kashillik me këtë forma, me këto ligje. Prandaj ka legjislacion, atëherë të mblidhen ata që shkojnë në gjykata e thonë, ne do bëjmë disa ligje më të egra, më të rrepta. Do të jetë të tilla që t'i bëjnë ndërmarrje situatës, se kur duan t'i bien krimit të tyre, thonë, kemi drejtat e njeriu s'na lejon Europa. Jo, Europa thotë mbaro punë, bëu faktor stabiliteti. Ne kemi vetëm një rol. Jemi faktor stabiliteti. Dhe këtë nuk e afron personi që është kryeminist, këto do të afrojnë ligjet, sistemi. Deri tani, personi ka binë që të vënd që bëhet mishmash, edhe i leverdis ati kjo, jam unë ai që e stabilizoj Shqipërinë. Po faktin do të krijojmë sistem. Dhe nuk kemi krijuar asnjëherë sistem që të mbijetoj mbas ikjes apo mbas vdekjes personit. Rangja. Në rastin konkret kemi një ndërtim të një kompleksit që një person që ka bërë një vepër penale që dyshohet për kryen e dy veprave penale ka marrë pjesë. Tani duhet, domethënë ka marrë, është përfitues i një parku sportiv. Duhet verifikohet gjatë hetimit, ka lidhje akshi të ardhur atë? Jo, është me kërkesë për arrest ai. Ku ka urdhër arresti për të? Po, është në kërkim, me mas sigurimi dhe është në hetim për dy vepra. Po ai nuk vjen ke shteti kur kërkon një institucion shumë i rëndësishëm i hetimit, po shkon për të marrë parat, për të marrë tendrat. Pra, gjatë hetimit. Jo është papranush. Do shikohet si është marrë tender, si ka rregullësia, duke qenë se është çështje në hetim, se akshi është, domethënë po të kemi parasysh për mua është çështje shumë e rëndësishme, domethënë dhe nga dhënat që kanë dalë, domethënë që kanë rrjedhur nëpër media, kemi, domethënë, shpërdërime fondesh në sasirat mëdha pa ofruar as edhe lloj shërbimi. Këta prodhuan sistemin antikorrupsion. Tani këtu është absurdi më i madh. Të korruptumit thot kriminalit, po që se deri vërtet na pas kanë ideuar si do luftohet korrupsioni. Që këtu ka rënë shumë. Po ka rënë dhe siguria, se kemi diskutuar për DSIK-n, se këto janë certifikuar dhe nga DSIK-ja, po të kemi parasysh se kanë marrë tendera sekret, kanë marrë dhe certifikat pastërtie. Ndërkohë që ti jep certifikat pastërtie një personi që është pjesë e grupit strukturuar kriminal ose tendera të tjerë që janë sekret, që janë tashmë në akuzë nga SPAK-u për këtë. Ti ke certifikuar dhe gjyqtarët e prokurorët, që të papërshtatshëm. Po dal pak nga tema vetëm një fjali. Zotrimi të dhënave sensitive nga një grup apo elite caktuar jashtë objektit e bën fasad të gjithë atë që ne e quajmë sistem demokratik. Tani. Kjo është shumë e thellë, po do se të ta bëjmë një herë do të ishte shumë e bukur. Tani ka dhe një denoncim tjetër ku punojësi Armal Beqirit, Orgesta Shabani, mund të jetë prestanome e tenderave të akshit. Pra, në qendër të pretendimeve që dalin tashmë, përmendet si koordinatore pranë institucionit pasi Ergjys Agasi dhe shefi i saj Armal Beqiri janë në kërkim në SPAK, edhe që
disa operatorë pretendojnë se po ushtron ndikim të palishëm mbi strukturat e prokurimit për të ruajtur tregun e Agasit dhe të Beqirit. Pra, njerëz që dyshohet se janë sërish aty dhe që vazhdojnë të mbajnë fort pra interesat e personave të cilët janë grupi strukturuar e kriminal. Këto janë deklarata të cilat ose pretendimet të cilat bëhen publike në media, unë ju referova të kësa. Bën sens, unë e besoj, dhe sa kanë fuqi të konkurrojnë akoma edhe nuk kapen mbrohen, e kanë dhe të akses. Po, të po them. Andalohen këto, avokat, kjo është ideja. Akoma pra nuk kemi ne jemi në fazat e para të luftës. Sepse kur dikush një kompani ndjes është nën hetim, a presupozohet, avokat, që këtu prien të gjitha lidhjet, parat që mund të shkojnë, se ti fole për një standard tjetër pak për parë, the që këta arrestohen, dhe bëjnë 2 vjetë burg dhe parat e korupcionit i bëjnë vila, së shmë thej një gjë tjetër. Tani këtu kemi tjetër gjë, këtu jemi në hetim, po si shduket paraja vazhdon të qërë. Jo, ne kemi që po ishe ka qënë një pikë e rëndësishme, ishe 6-7 pika të kualifikimit ligjor, u kam ca viti si jam marrë matë punë, po pak nuk besë së shenjur, edhe përndaj përmënda të rastin, shoqëria e sigurimit ishe në gjyq civil për dëshpërblim për një makinë të aksidentuar për një shtëpi të djegur, dhe s'mund të hynë në tender. Ai më tepër të ishe në ndjekje penale. Ai më tepër që nuk e ndjekje penale për personi dhe ajo ka të bëjë, po e ndjekje penale për aktivitetin, pikërisht për këtë aktivitet, që ti e ndjekje penale, ti po vazhdon prapë. Ti e ndjekje penale për disa tendera, o 9 o 12, nuk e di. Liste gjatë është, nuk di, po, aty janë. Por, dhe pasaj ti vazhdon prapë me pjesë, ai do marrë prapë pjesë në për tendera. Kjo është skandali. Po, avokat? Tashi, diskutimi është i tillë, në më thënë që kontratat e lidhur me këto kompani që janë në netim do vazhdoj, apo jo zbatimi i kushteve të kontratës. Pra, kjo është një diskutim që është një diskutim ligjor. Sepse duhet kemi parasysh nesër... Prezumimi pafajësisë, do të thotë. Jo, po diskutoj prezumimi pafajësisë, prezumimi pafajësisë është gjë tjetër. Ka madhin e ofrimit të shërbimit një, sepse mund ndodhe ndërprerjet e menjëhershme kalon në kolaps. Por duhet parë një dhe interpretim ligjor i dispozitave, sepse na ka ndodhur shpesh herë që ndërpritet në mënyrë të menjëhershme si jo pasoja për buxhetin e shtetit. Pra, kemi gjyqe që vazhdojnë pas, domethënë që janë ndërprerë në mënyrë të menjëhershme dhe se pasoja, sepse kontratat e lidhura këto janë lidhur, kur janë lidhur në fillim, janë lidhur në mënyrë të atij që edhe të penalitetet mund të referojnë, pra nuk do më thënë, se kam parë kontratën fizikisht, por mund të referojnë dhe në arbitrajë, se qa mund edhe neve nesën kemi një penalitet për në. Të rast nuk është farë, atër të tjera... Kontratat e lidhura, jo duhet kemi parasysh, kontratat e lidhura duhet pa me shumë vëmendje, edhe ndërhyrja duhet tjetë shumë e kujdesshme. Jemi dakord për ata që ku konkurohet në një tender, një kompani që është në netim, në raport me kompanitë e tjera është më e disfavorizuar, domethënë është në kushte të disfavorizuar. Ajo është vino... Edhe është me kriter përjashtues. Vino, unë e kam bërë debat atë. Në kryetarin e dhomës arbitrazhit në Londër. Ajo është kur ti si shtet nuk e dashamirësinë, ushtron presion politik, edhe ato mesazhet që janë bërë edhe nga kryetari i bashkisë kanë pasojë, nuk bëm në analizën e pse ndodhi. Realisht, po ta them me çfarë e di unë, debati ka qenë, ju i kam thënë, s'keni bërë site visit, për parë që aty ka investime reale të munguare. Po ai shfrytëzoi ato mesazhe, edhe ju nuk mund të bëni tani, edhe unë citrali, pavarësisht që është mbrojtësi më i madh i investimeve tuaja. Po ky person do të parë si e lidhi kontratën dhe si u zbatua. Vërtet ka një lajthitje në formën e ndërprerjes, ku ka ndërhyrë goja e politikanit para atij administratorit. Edhe ka thonë në lidhje me televizionin. Por aty, në hidrocentrale ku ka qenë, ai ka mashtruar. Mund të ketë pasim parash. Por mënyra agresive, jo si pa etik, pra nuk ishte se kishte shkelje ligjore, po ishte pa etik, ka bërë që ata të pozicionohen direkt, të mbrojnë investitorin e huaj, ka shi autoritetet vendase, edhe pse kishin të drejtë deri diku autoritetet. Po arrogancë politike s'ta lejon. Ja kjo ishte. Tani, se kam dhe dy çështje. Tek skandali Akshit në Union, pastaj edhe në një moment tjetër që na çoi tek Durana, e famshme, pra Durana Park, dhe na del një lidhje Gjergj Tahos dhe kompani Spacera, ku dega shqiptar është ndërruar në një nyje që kryqëzohen interesat, avokat, e zyrtarëve të lartë krimit të organizuar me ato që ne i kemi konsideruar ndoshta si projektet fantazëm. Tani, si aksioner tao dhe
dhe Redion Çatri janë të implikuar në dosjen në Akshi. Çatri na del ke bashkia tek një gjë tjetër. Si ka emrin? Kush? Gjeshtaho, e në KK për kohë. Është Redion Çatri, të del, po, tani ky të del edhe ke PSD-ja, është një nga, ndërkohë është edhe këtu, për ta kujtuar se. Po mirë, po del dhe ke PSD del tu. Po, është histori tjetër ajo, tu ta shina del me këtë. I biga që pushtet vendor, pushtet qendror, që i kanë gjithë krim organizuar, pra. Kështu i bi, pra. Unë kështu e mendoj tani. E në thella, pra, se sa ta studiosh atë Ti hajde merë tendra ke unë ke ty, ne të dy bashku të mullemi, po atë e letë hymë kështu, pra. Ti shojnë dhe organizime politike, ka mundësi të jenë organizatë kriminale, pa ja. Po, katë. Edhe kjo do jetë pjesa e timit, do më thënë se duhet kemi pasur. E përshtypje që kjo është shumë, ju ka mister, po ka shumë detaje dhe si do të hetohet, se këtë dalin kudo. Tani vino ta bëjmë pyetjen edhe unë se unë gazetare jam gjithashtu. Kur më, që kur? Tash duhet e keme që 2019 me licencë. Në rregull, se dija ta zbulojmë tani këtë. Ta zbulojmë. Edhe Romeo, ka surpriza? Jo, është fiks tamam ka den. Reporteritja e licencës është e fundit kjo. Tani, çaj ke këto? Çaj është kjo? Jo, ke nga... Çaj është kjo, pashtë? Nga shoqata, licenca më. Gazetar? E ke dhe me numër. Në del gazetar? Përveç avokatisë, do të avokatisë. Po me, ato e di unë, po, të gazetarit se dija. Jo, tani, unë këte kam respektuar më shumë se të avokatisë, për dhe tash. Mirë, tani, hajde. Bëj pyetje. Hajde bash drejtoj. Atë ngjanë si që organizim nga rënja sistemi, se nuk ka sistem, apo që organizimi organizuar, si që është Lenini për kapitalizmi. Tani tu flasim raport me shkeljen e ligjit. Kur këta njerëz dalin dhe këtu, ti këtu, unë këtë ty të dy bashku të mundemi. A është krim organizuar? E di qa përgjigje do të japësh? A është dhe fryma që krijohet dhe toleranca që i let ty kësaj dukurie që ndodh gjithandej? Se cili që merr aty të fotot e ati në gjafë zote, po të kemi për ishte një fush, ku po kohosnin dy lopë. Aty po kohosnin dy lopë ku duhet ishin këta. Që aty të regon që ka humje në rjetë. Që lopët kullosnin në... Aty në parkun... Po kullosnin dy lopë të parku i famshëm. Kullosnin në mënyrë teknologjike. Në mënyrë fizike. Po hanin barin dhe i pëlqente shumë, se po shqisë se po tundin edhe bishtin. Po ta kesh pra ishte një video. Edhe në më dhënë, ne për kullosë të lopët, ne falem edhe tatimin bi pagat, edhe të vëshën, edhe këto, edhe favorizuam. Ishte një lopë që tunë të bishin, nuk e kuptova për shënjë kënaqësie, kur të ose kap në i mizë. A mund dalje e vërtet që jam paguar për tyrka e lista tyre, paguashin i 2 zeqe këshu, për tyrka e lista e favorizume? Po bone një pentitë, se këto kemi gjudhe për të penduar, mund të i tregojnë, edhe mund dalin. Sepse kote funit po dalin shumë të penduar, me sa kemi parë. Da vazhdojmë këtë Duranës javën tjetër, por Klod Lala ka thënë se gjëra tek kolegu, tek TPZ-ja për bankersin, që do ta komentojmë, po e ndjekim pak me qenë se e ka thënë pra Klod Lala, bëhet fjalë për bankat dhe pyetja ime logjikshëm do të ishte, a munden që të hetohen bankat në... Bankersin apo për bankat? Shiko, bankersi dhe një bank. Dhe bankersi del një bank. Ja me qartë është i besë. E kemi trajtuar Karanja, po jap kohë regjisë ndërkohë, duke bërë kështu dialog me veten, japim pa kolegën. Ne kemi mbyllur bashkë 2025-ën pikërisht me një emision për bankersi, nëse të kujtohet. Dhe aty të kam thënë që po hetohen disa zyrtarë të lartë, ish ministra e tjerë me radhë. Problemi është që çfarë unë kam kuptuar nga një dosje voluminoze që ka ardhur në prokurorinë e posaçme, gjithë thelbi i historisë është një banke në nivelit të dytë jashtë vendit, e cila në fakt sipas prokurorisë posaçme rezulton se ka bërë pagesa selektive. Pra do thotë, llogarit e kompanisë Bankers Petroleum në Tiranë janë kompani të gjitha të boshatisura dhe rezultojnë llogari me humbje. Pra, kjo kompani gjatë gjithë kohës deklaron humbje dhe nuk ka paguar asnjë taks në Shqipëri, por nga ana tjetër rezulton sipas të dhënave dhe është dërguar një letër porosie në drejtim të Austrisë që një bank e nivelit të dytë ku janë depozituar milionat e parave, sepse unë mendoj që Banka Austriake kjo është. Dakord, po është bank në Austri. Nuk bëjmë akuzë, po... Dakord, por unë... Në Austri vetëm kjo është. Në Austri s'ka tjetër. Mirë, kjo është.
Avokat. Tani, pyetja është, a hetojmë ne dot bankat, a heton dot prokuroria bankat për bankersin? Nëse Claude Lala thotë që kjo është pika kyçe. Shiko, unë di që në vendet që ka edhe Gjermania mendohet që e lufton shumë informalitetin, mendohet që ka një shifër 65-75, mbas 80 miliard në vit që dalin nga sistemi, që janë para të zeza. Po krahasim me trilionat që ka GDP-n, është shifër pranueshme. Kurse informaliteti shqiptar është mërësish i lartë. Pra, anon peshore më shumë nga informaliteti se nga pjesa formale, zyrtare. Në lidhje me këtë çështje, unë kam thënë media më përpara, nga persona shumë të rëndësishëm të organeve ligjzbatuse, që në vitin 2014-2015 kishin shumë problem kur përmendi emri bankers. Rroga të paimaginueshme, si me thënë 200-300 milionë Aty ishin përfituar të gjithë. Nuk e ka gjithje. Pastaj kemi avokatët përfaqësues të gjitha palëve, dhe unë mendoj lidhja e kontratës, zbatimi në 8 vjeçin e Berishës edhe në 13 vjeçin e Ramës, përfshin, po them, në mënyrë të sigurt, penalisht të gjitha palët. Minimumi deri ministrat e financave dhe të atyre të ekonomisë. Tani, në Gjermani, si pas atyre që mi kanë thonë vetë ata që shkojnë dhe e vërnë atë prizën aty dhe në base dhe çdo 2 javë, edhe gjithë transaksionet dalin, po dalin dhe online, ka ca filtra. Ne, to filtra i kemi, po nuk i zbatojmë. Dhe jo më kot kemi parë që ata që merren me pastrimin e parave, duke auditur zorë të barkut, tyra gallarëve të politikës dhe biznesit, hynë dhe vetë bëjnë pjesë dhe i ke pastaj bëjnë detora kudo, bëjnë edhe deputet edhe ambasador të tjerë. Pikërisht se ne nuk na funksionon, ne kemi në letër. Këtu ke rastin edhe Tunuel Kalejt, që mori parat, edhe i mori, edhe e parnoj me video. Dhe personi që vajti atje, detori i kohës pasin para, po tha, është një shkelje, e tha kështu, dhe nuk e arrestuar atje, sa ditë nga salla komandit. Për në këto janë bërë normale Shqipëri, to quhen gjërat vogla, por të bankersi, kur të hapet e puset, do tjetë një nga ato puseta që s'do ketë më këthim pas. Do përthithi shumë. Po, se do të vazhdojmë, se ka dhe deklarat tjera për bankersin, duke se ku e lam 2025, po... Jo, i ka bërë një analizë, unë po të... Do ta kemi javën tjetër. Telefon do ta kem. Do ta kemi javën tjetër. Po, Karanja, një përshëndetje. Ne kemi trajtuar edhe më herët, po Claude Lala solli që thoshte që e solli në një nivel që aty po mund të pika kyçe që nëse duan ta zbërthejnë edhe nëse duan. Ato në djenin time çështja është në hetim edhe ky rast që thotë zonja Lala është rast, më thonë që është e vërtet që janë bërë shumë lëvizje financiare nga një bankë e nivelit të dytë, janë shifrat mëdha për shërbime dhe më thonë fiktive, por çështja është në hetim dhe mendoj që edhe me këto raste që pretendon, do trajtohet se çfarë punë është bërë. Sepse gjithmonë, edhe tek ato stelizimi ose tendra që folëm në fillim, ajo bën 1 lek, tu çmimi është 5 lek. Ajo diferenca është mbushja. Mbushja të shi është ajo pjesë që do hetohet. Janë shumë thjeshta. Se thonë krime ekonomike. To janë thjeshta fare, sepse aty del çmimi në treg, diferenca është... Letësisht e zbarë... Do dërturet edhe me një aferë që u hapë do mbyllë si nafta Virgin, e ca tjera... Shumë tjera. Ta qenë si kleti madhe i gjithë... Po, këtu ke interesat e jashtëzakonshme, që tek biznesit, tek bankat, politika, majtas, djathtas, janë gjithë përfshirë. Këtë çështje nuk donin ta përmendin, dhe këtë çështje e kanë frikë më shumë nga gjithë. E kush? Çështja e bankës. Kush e ka frikë më shumë nga gjithë? Po dhe organet ligjzbatuese, si s'ka qenë përfshira, thonë, e kemi me siklet përfshihemi, se këtu e dinin se ku shkonte këtë çështje. E merr të gjithë elitën politike, e palos atje përfundimisht. Majtas djathtas, Komplet bashkë. Se kishin dalë edhe nga, po, se nuk është histori tani. Tani luajnë të gjithë pipong me 2 duart, pa problem. Me të majtë e me të djathtë, pa problem. Avokat dhe kolega zëtar. Po pse nuk e di edhe? Po se di jam, s'kam ditë. Ja ta është një provë shkencore e cila provohet. Ja kjo është prova që, ja ku është, apo kështu të provone edhe gjonë të tjera. Ke një shansë për parkimin jashtë Shqipëria. Kur ndalo policia, apo e thash? Jo, për parkimin. Vetëm mos rreziko për atë. Ke një prumë drejt Gjermani, mund të parkosh,
pa rreziku për aksident, edhe aty ku s'lejohet, ja. Ke përfitim për të punë. E kuptova. Faleminderit. Po unë e kualifikoj vetëm kështu. Mirë bën. Se di, ti e di. Mirë bën. Do vish të bashkë drejtojmë bashkë, këtë po thua, apo ja? Me shumë kënaqësi. Dakor, do të ftoj javë për javë. Faleminderit. Karanja, ti keni ambicie? Jo, të rish prokuror, gazetars. Se gazetar është një profesion shumë i mirë, është pushteti 4, pse? Pse jo? Po ti e di me ndryshimet, me ndryshimet në Unë kod, për krahasimin Shkëmburg. e kodit të avokatit, dhe mos unë kam marrë të pjesën europiane që kam parë, me kodin e gazetarit. Dhe pjesët vërtetës janë motamot, njëjta. Kodi etik i bashkon gati 80%-90%. Realisht. Po, e vërtet është. Hajt. Edhe mbajnë të dytë njëti përgjithësi publike në raport me vërtetën. Ka shumë tema që i lam të hapura sot, kështu që do t'jemi sërish të javën tjetër. Faleminderit. Faleminderit juve.